Një apartament me sipërfaqe 103/4 m2 ndodhur në lagjen Vasil Shanto në Shkodër është sekuestruar nga prokuroria e këtij qyteti, pasi dyshohet se është përdorur për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Prokuroria sqaron se në bazë të hetimeve, shtetasi Leonard Nela, në bashkëpunim me shtetasin me inicialet JN, dyshohet se kanë konsumuar veprën penale për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Shtetësia JN ka bler pronën tashmë të sekuestruar me para të dyshuara të përfituara nga veprimtari kriminale dhe të transferuara nga Leonard Nela. Gjithashtu, Leonard Nela nuk rezulton të ketë burime të lishme të ardhurave që justifikojnë investimin. Shtetasi Leonard Nela rezulton i dënuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vepra penale në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim, si dhe i shpallur në kërkim nga Interpol Roma dhe i dënuar me 25 vjet burg për veprat penale, organizat kriminale, drog, pengmarrje, heqje e palishme e lirisë dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve luftarake. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë për vendosjen e masës së sekuestros preventive me qëllim parandalimin e tjetërsimit të pasurisë dhe ruajtjen e saj për konfiskim të mundshëm në përfundim të procesit penal.